Allahu xhallahu ala kur thot për agjerimin, qëllimi i agjerimit çka është? Wallahi kush e lexon këtë Kur'an, habitet atë. Tamam çka thon Allahu xhallahu ala. Walau kana min indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katira. Allahu thot me qenë nga dikush tjetër pas Allahut, kishit me gjetë kundërthënie, përplasje, s'lidhet kjo me këtë. Shiko sa bukur lidhet çdo send këtë Kur'an sponat. Andaj Allahu thot për agjerimin la'allakum tattaqun. A thot, do thot qëllimi i këtë agjerimit oro bizohet është ti më kon ma takva. Që ta për lupën për te. Mirë, unë e po du me realizu devotshmërinë tash që po kërkohet me Kur'an. Apo? Ku e kuptojmë këtë? Në fillim të Kur'anit, Allahu xhallahu ala kur flet për librin e tij, prezentimi i parë i librit të Allahut, hera e parë që njerëzit po kanë mundësi me u njoftu se çka ky libër, Allahu thot: "Dhalika al-kitabu la rayba fi." Kjo është një libër që s'ka pikë dyshimi te. Hudan lil muttaqin. Kjo është udhëzim për të devotshmit. A dini çka ka Sheikhul Islam Ibn Taymi rahimullah kur e komenton këtë? Thot shikoj sa bukur Allahu xhallahu ala apo e ka prezantuar lidhshmërinë mes të librit dhe devotshmërisë. Çka nën kupton kjo? Se nuk ke mundësi e para se devotshmëria është në këtë libër, por nuk ke mundësi ta shpalasësh këtë devotshmëri pa leximin e këtij Kur'ani. Andaj është rrugë e domosdoshme. Për këtë arsye, nëse ne e lexojmë Kur'anin, lexim të drejtë, sikurse ka thënë Allah më dhon hakun, dhe këtë në muajin që kërkohet nga ne timi të devotshëm, duke e përdor mjetin më efikas të mundshëm për devotshmëri, do të na shpijë në rezultat. Pa kjo lidhshmëria, kur je agjerueshëm, të kujtohet pse po rriu në unë te këtë vakt. Thuaj se duhet me kuni devotshëm, ndërsa ndure ki udhëzues të devotshmërisë. Çish e lexon? Lexon me përkushtim, se e din se nëse këtë elshon, badjava për rinunt. Apo s'ki çare pa e kap në dorë apo.